Horoskopi ditor 2 nëntor 2025, Dashi, sot hëna kalon në shenjën tënde, ndaj do të ndihesh më i gjallë, më energjik dhe gati të dalësh nga guaska jote. Do të kesh dëshirë të shprehesh më lirshëm, të tregosh ndjenjat dhe të lidhesh emocionalisht me të tjerët, megjithatë, për shkak të ndikimit të Venusit dhe Jupiterit, mund të lindin dëshira të papritura, por mendo mirë para se të veprosh. Jo çdo gjë që duket e bukur në moment, është ajo që vërtet dëshiron. Mund të ketë pak tension mes jetës familjare dhe marrëdhënieve personale, ndaj ruaj qetësinë dhe mos prit shumë nga të tjerët sot. Energjia e ditës është pozitive, por kujdes. Mos e tepër me entuziazmin, sepse një flusk që fryhet shumë mund të shpërthejë lehtë. Demi, sot është një ditë ideale për qetësi dhe reflektim. Hëna ndodhet në sektorin e privatësisë, duke të ftuar të shkputesh pak nga shurma e jashtme dhe të kujdesesh për veten. Një moment vetmie mund të jetë shumë shërues për shpirtin tënd. Mendja jote është tek thjellët dhe mund të analizosh me qetësi marrëdhëniet apo situatat e fundit. Por me ndikimin e Venusit dhe Jupiterit, ki kujdes me premtimet e mëdha apo shprehjet e tepruara të ndjenjave, mund të duken të bukura tani, por të kthehen në pengesë më vonë. Mund të ndihesh sikur je gati të përballosh gjithçka, por mos e ngarko veten më shumë se ç'duhet. Kur energjia të bjerë, nuk do të duash të mbetesh me barë shtesë apo detyrime që të lodhin. Këshilla e ditës: qetësia është forca jote sot, përdore për të rigjeneruar. Binjakët, sot hëna ndriçon sektorin tënd shoqëror, duke të sjellë dëshirë për komunikim, humor dhe takime me njerëz që të frymëzojnë. Energjia jote është e lehtë, tërheqëse dhe shumë njerëz do të ndihen të afërt me ty. Megjithatë, ndikimi i Venusit dhe Jupiterit mund të bëjë pak më impulsiv se zakonisht, sidomos në dashuri apo shpenzime. Mund të kesh dëshirë të tregosh ndjenjat apo bujarinë tënde në mënyrë të egzageruar. Kujdes, jo çdo emocion që ndjen sot është i qëndrueshëm. Nëse një dëshirë shfaqet papritur, pyet veten nëse vërtet vjen nga zemra apo është thjesht një kapriço e momentit. Të qenit realist dhe i kujdesshëm sot do të shpëtojnë nga shgënjime të vogla nesër. Këshilla e ditës: shijo shoqërinë dhe bisedat, por mos u lër pas impulseve. Gaforja, sot hëna kalon në majë të hartës tënde diellore dhe ty të lind dëshira për të marrë përgjegjësi, për të bërë diçka të dobishme dhe për të ndjerë se po ecën përpara. Është një ditë e mirë për të ndjekur qëllimet e tua dhe për të ndërtuar lidhje të rëndësishme që mund të ndihmojnë në rrugën tënde profesionale apo personale. Megjithatë, ndikimi i Venusit dhe Jupiterit mund të bëjë pak të paduruar, sidomos nëse kërkon rehati, dashuri ose vlerësim. Kujdes me prirjen për të tepruar, qoftë në ushqim, shpenzime apo në mënyrën si e shpreh dashurinë. Mund të ndihesh shumë i frymëzuar për disa orë dhe pastaj i lodhur papritur. Prandaj mos merr vendime të mëdha në ndikimin e emocioneve. Nëse mban pritshmëritë në nivel realist, dita mund të rrjedhë me qetësi dhe të sjellë rezultate të këndshme. Këshilla e ditës: mos u ngut për të pasur gjithçka menjëherë. Kujdesu për ekuilibrin tënd shpirtëror dhe do të ndihesh më i fortë. Luani, sot hëna kalon në zonën e aventurave dhe përjetimeve të reja, duke të ngritur shpirtin dhe duke të dhënë energji pozitive. Është një ditë e shkëlqyer për të ndarë ide, besime apo vizione me të tjerët. Do të ndihesh i frymëzuar dhe plot entuziazëm. Një ndryshim i vogël nga rutina e zakonshme mund të sjellë freski mendore dhe gëzim. Megjithatë, ndikimi i Venusit dhe Jupiterit mund të krijojë prirje për ta egzageruar, në ndjenja, në fjalë apo në pritshmëri. Jo gjithçka që dëgjon sot është ashtu siç duket, ndaj përpiqu të dallosh faktet nga thashëthemet. Nëse të lind një ide e re, mos u nxit për ta ndjekur menjëherë. Jepi kohë, sepse ndoshta nuk është ende momenti i duhur për vendime të mëdha. Kujdes edhe me premtimet, mos merr përsipër më shumë se ç'mund të përballosh. Këshilla e ditës: eksploro, mëso dhe frymëzohu, por ruaj qetësinë dhe mos harro të qëndrosh me këmbë në tokë. Birgjëresha, sot është një ditë që të fton në pastrim emocional, qoftë përmes një bisede të sinqertë me dikë të afërt, apo përmes reflektimit me veten tënde. Një bisedë e hapur për ndjenjat ose një çlirim i brendshëm mund të të ndihmojë të ndihesh më i lehtësuar.
Është gjithashtu një moment i mirë për të përqendruar energjinë në një projekt që të pasionon dhe të sjell kënaqësi shpirtërore. Megjithatë, ndërsa dita avancon, ndikimi i Venusit dhe Jupiterit mund të bëjë të ndihesh më optimist se zakonisht, ndoshta edhe pak impulsiv. Ki kujdes me vendimet financiare ose me premtimet, mund të ketë kosto të fshehura. Si në marrëdhënie ashtu edhe në shpenzime, mos beso menjëherë çdo fjalë të bukur që dëgjon sot, jo sepse të tjerët duan të mashtrojnë, por sepse edhe ata mund të jenë të mbytur nga entuziazmi. Këshilla e ditës: gëzo momentin, por qëndro me këmbë në tokë. Pesha e detajeve të vogla mund të bëjë dallimin mes një dite të lodhshme dhe një dite të mbushur me harmoni. Peshorja, sot hëna kalon në sektorin e partneriteteve dhe kjo të ndihmon të ndihesh më afër me njerëzit që do bashkëpunimet shkojnë mirë dhe komunikimi është i lehtë, mund të ndihesh sikur je në të njëjtin valë me të tjerët. Një fjalë e mirë, një gest i vogël apo edhe një bisedë e sinqertë mund të sjellin ngrohtësi dhe qetësi në marrëdhëniet e tua. Megjithatë, ndërsa dita avancon, mund të tundohesh të kërkosh lumturi jashtë vetes, ndoshta përmes të tjerëve ose përmes gjërave materiale. Kujtohu se lumturia e vërtet fillon brenda shpirtit tënd. Mos merr vendime afatgjata vetëm sepse ndihesh mirë për momentin, më vonë mund të rezultojnë të lodhshme ose të panevojshme. Energjia e ditës mund të jetë e fortë dhe pak konkurruese, ndaj ruaj qetësinë dhe mos e tepro me asgjë, as me emocionet, as me dëshirat. Këshilla e ditës: shijo harmoninë që ke me të tjerët, por mos harro ekuilibrin tënd të brendshëm. Ndonjëherë, paqja më e madhe vjen kur gjen lumturinë brenda vetes. Akrepi, sot hëna kalon në sektorin e punës dhe shëndetit tënd, dhe kjo të shtyn të përqendrohesh në detaje dhe përgjegjësi. Dëshira për të qenë produktiv është e fortë dhe ndihesh më i qetë kur ke gjithçka nën kontroll. Mund të ndjesh kënaqësi kur zgjidh probleme, sistematizon gjëra, apo kur ndihesh i dobishëm për të tjerët. Megjithatë, me ndikimin e Venusit në kënd sfidues me Jupiterin, duhet të jesh i kujdesshëm me entuziazmin e tepërt. Mund të tundojë të marrësh më shumë detyra se sa mund të përballosh, ose të besosh se mund t'i bësh të gjitha për një herë. Mos nxit vendime të menjëhershme, nganjëherë durimi sjell rezultate shumë më të qëndrueshme. Gjithashtu, mund të ndjesh një dëshirë për ndryshim ose për një fillim të ri në jetën tënde, ndoshta në mënyrën si kujdesesh për trupin ose mendjen tënde. Kjo është pozitive, për sa kohë që nuk e bën nxitimthi. Këshilla e ditës: mos harro të kujdesesh për veten po aq sa për detyrat e tua. Qetësia, rendi dhe përkushtimi i qëndrueshëm janë çelësi i suksesit sot. Shigjetari, sot hëna kalon në sektorin tënd të kënaqësisë dhe gëzimit dhe kjo sjell një frymë të re energjie në jetën tënde. Ke nevojë për diçka që të frymëzon, ndoshta një ide e re, një pasion apo një sfidë që të ngre shpirtin. Të ndan mendimet me të tjerët mund të jetë shumë çlirues dhe frytdhënës sot. Megjithatë, ndikimi i këndit midis Venusit dhe Jupiterit mund të sjellë pak luhatje në humor apo dëshira të papritura. Mund të ngatërosh një dëshirë kalimtare me një qëllim të vërtetë, prandaj merr frymë thellë përpara se të hedhësh hapin e radhës. Optimizmi yt është arma më e fortë, por sot duhet ta përdorësh me maturi. Nëse ndjen dëshirën për të bërë diçka të re, bëje, por pa e egzageruar. Mjafton një hap i vogël për ta ndryshuar gjithë rrjedhën e ditës. Këshilla e ditës: gëzohu, krijo dhe jeto momentin, por mos harro kufijtë e tu. Edhe shpirtrat më aventurier kanë nevojë për pak ekuilibër për të qëndruar të fortë. Britsjapi, sot hëna kalon në shtëpinë tënde të 4 diellore, duke të ftuar të lidhesh më shumë me familjen, shtëpinë dhe emocionet e tua të brendshme. Ndjen nevojën për qetësi, ngrohtësi dhe siguri shpirtërore. Mund të ndihesh mirë duke kaluar kohë me njerëzit e dashur ose thjesht duke krijuar një ambient të qetë për veten. Megjithatë, ndikimi i Venusit në kënd me Jupiterin mund të shtyjë drejt pritshmërive të larta ose veprimeve impulsive. Mund të tundohesh të marrësh vendime të mëdha përpara kohe, si në dashuri, ashtu edhe në çështjet personale. Edhe pse energjia e ditës është e fortë dhe të frymëzon për më shumë, është e mençur të ruash qetësinë dhe të mos kalosh kufijtë e tu natyral. Këshilla e ditës:
mos haro, ndonjëherë fuqia qëndron në durim. Gëzore hatin, dashurin dhe qetësinë e sotme, dhe le që gjërat e mëdha të vinë në kohën e tyre. Ujori, sot hëna hyn në sektorin tënd të komunikimit, duke të dhënë mundësinë të lidhesh më mirë me të tjerët përmes fjalëve dhe veprimeve të vogla që tregojnë sa rëndësi kanë për ty. Mendja jote është aktive dhe ide të reja mund të motivojnë për projekte ose plane personale. Megjithatë, ndikimi i Venusit në kënd me Jupiterin mund të nxjisë për shpenzime të paplanifikuara ose vendime impulsive. Është e rëndësishme të kontrollosh impulsin dhe të mendosh nëse ajo që dëshiron tani do të sjellë dobi në të ardhmen ose mund të shkaktojë pendim. Këshilla e ditës: shfrytëzo energjinë e ditës për të krijuar lidhje të sinqerta dhe për të zhvilluar ide të reja, por mbaje kontrollin mbi burimet dhe vendimet e tua. Peshqit, sot hëna del nga shenja jote, duke të dhënë lehtësim nga presionet emocionale. Ajo hyn në sektorin tënd të burimeve për më shumë se 2 ditë, duke të nxitur të përqendrohesh në nevojat praktike dhe kënaqësitë e vogla të jetës. Megjithatë, ndikimi i Venusit në kënd me Jupiterin mund të sjellë pak paqëndrueshmëri dhe gjykime të gabuara. Mund të ndihesh i prirur për të shmangur përgjegjësitë ose për qëndrimin e nevojshëm, por kjo ndjesi është e përkohshme. Lejo mendjen të relaksohet, por riktheje atë kur është e nevojshme. Këshilla e ditës: shijo kënaqësitë, por mos e tepro, kujdes me shpenzimet dhe vendimet që lidhen me burimet dhe kënaqësitë. Ruaj kufitë e tua dhe vepro me maturi.